shumë... Gjatë rrugëtimit gabime, më pastaj. Shumë punë që pa konsultën e ekspertëve të fushës. Tani jeni profesor, doktor i kësaj lëmie, për fat kesh në pension, se ke mujtë me dhënë mësim edhe 10 vjetë. Se tip top po të shoh, profesor, kjo. Faleminderit. Absolutisht. Si e vlerësoni sot nivelin e trajtimit kancerit në Kosovë? Krahasuar me rajonin mbi fjala? Të drejtën, sot ta ish studentë mi, specializantë mi, cilëve faktikisht unë bashku me kolegët e kemi pas kriju edhe atë programin e specializimit. Është një grup, dikun rreth 20 onkolog, që qoftë në radioterapi, qoftë në onkologjinë kliniki, që merret me kimioterapi, që bojnë një punë të mirë, por unë si profesor i kom thonë edhe atyre, kam vrejtje që ato konziliumet onkologjike që kanë që shtojnë duhet jenë multidisciplinare, nuk mund të kufizohen vetëm në onkologun klinik edhe në për fat keq ose organizohen rrallë ose vetëm ata me zveti. Profesor, edhe unë çuditëm për këtë, në kohën kur kam studiuar, konziliumet mjekësore si kur bëshin gati për çdo pacient që kishte me hyrë në operacion apo për intervenime të caktuara dhe më duket që kjo është goxha mbetet në dorën e njërit për të vendosur në onkologjia sot për sot është fushë që i përket kirurgjisë në rand parë, mandej radioterapisë si dy trajtime lokale, kushtimisht të thonë, edhe kimioterapisë i cila është sistemike. Po sot për shembull kimioterapia ka preparate me veprim të fokusuar ose që quhet anglisht target therapy, që faktikisht godet vetëm qelizat që lidhen faktikisht preparati me receptorët që vinë nga qelizat malinje dhe faktikisht kursehen paka shumë qelizat normale. Cilat janë pajisjet se e di që e përcjell edhe sot edhe pse si aty brenda edhe teknikat moderne që i mungojnë sot Kosovës? Unë e kam përfshi këtu në libër, në monografi, madje edhe atë pjesë prej 2014-ës, ku kam qenë fillimisht para pensionit, për edhe janë ashkallum, ja kom lënë kolegëve të mi të ri, që ta vazhdojnë, ta përfshin ku adresoj, është një kapitull i veçantë, kështu që faktikisht ka aparaturë, tash kanë marrë edhe një, i kanë atë akseleratorin që e kanë bërë 4 vjetë para se më ndërtu instituti, e kanë gjujt për skrap, tash kanë 2 akselerator që janë me multilift, dhe më thonë që është fjalla gati e fundit e radioterapisë për këtë rajonit. Nga aspekti i furnizimit me citostatik, si pas informatave që i kam dikun bi 90% mbulohen, sepse janë preparate shumë shtrejta, preparate që jipen për kimioterapi. Për kimioterapi. Si po ndryshon roli i mjekut onkolog? Jo në botë, flasë në Kosovë, po në raport me të arriturat në përbot. Ke mujtë me përcjell këtë gjë? Ose me dhonë porosi për këtë gjë? Paka shumë këta mjek të ri që janë aty, kanë mundësi po shkojnë në për kongrese, në për konferense, që i bjen një lloj edukimi i vazhdueshëm. I dyne, kështu që janë si në rrugë të mirë. Tash për shembull është drejtori i klinikës onkologjike, doktor Ilir Kurtishi. Ilir Kurtishi. Po, ai ka qenë faktikisht mjeku i parë që e kam dërgu para se me marrë specializimin vitin 2007 në Pisa
për radioterapi. Për radioterapi. Ka qenë 3 muaj ditë. Mandej edhe 2 fizikanë i kom pas dërgu për mes një projekti italian, edhe ka qenë edhe Naim Bardiqi me sekretari permanent. Ta dytë kanë qenë forë që i kom pas dërgu. Mandej e kanë kry specializimin edhe njëri edhe tjetëri. Këta specializantët që realisht kanë rrugtu me punën tuaj, me këshillat tuaja, kanë hecë mirë, kanë dëgju? Mirë kanë hecë, po them, ka prej tyne që janë në hap me kohën edhe për cilin, një grupi, nuk do t'i veçoj me emër, se për mu janë gjithë shumë në jetë në njoni. Ishtë specializantat mi edhe unë e them prindi edhe mësusi, ka qef me po fëmin edhe studentë ose në zonë që mi. Më lartë se vetë. A kemi kuadër profesional të mjaftueshëm që me flajt shlirë se ka kush na i del zot shëndetit tu në këtë dritim? Për radioterapi, për shembull. Për radioterapi, po, janë kriju, janë dikun rreth 4 apo 5 radioterapeut, ka dhe fizikan që mjekësor, sepse ato shkojnë në kombinim fizika mjekësore edhe radioterapia, në planifikimin e përcaktimit fushëve, kështu që është goxha i kompletum stafi për radioterapi, edhe mirë janë duke punu. Një jetë të tërë edhe mësimdhënës. Fillimisht asistent, pastaj profesor i lëndës, një përvojë interesante, kujtimet bukura. Pastaj është edhe rezultati finalizuar, krijimi gjithë aty në kuadrove. Është që përmenit është, unë vitin 1992, kur ishim në për podrume, për herë parë kom insistu që të futet lënda e onkolozisë, me radioterapi, që ashtu është fillimisht ka qenë. Edhe faktikisht, unë kam qenë i zgjedhur atëherë si ligjërues i lëndës së onkolozisë me radioterapi, 92-ën. Mandej 98-ën jam zgjedhur si docent, mandej profesor asocium edhe profesor i rregullt. Realisht 2015. Disa dekada. 3 dekada e gjys. Privilegji madh kështu jetësor për juve, po dhe për kushtim edhe aktivizëm edhe... Unë 75 kom diplomu, që i vjen 20 vjetë në shëndetësi. 20 vjetë në shëndetësi. Po, në mësimdhënie, se ju e dini që unë kam shumë debules për profesorët e mi që na keni dhënë mësim. Mësimdhënie kam dhënë mësim edhe në 75 për shkollë të mesme të mjekësisë. A shkollë të mesme të mjekësisë këtu? Po. Në Prishtinë? Interesant.